Rrie qetë. Do ta çojmë këtë luftë deri në fund. Okej? Më vjen keq si të rekën fëmijën ashtu. Udhëtimi ynë drejt Burrelit kësaj radhe vjen pasi skandali institucioneve ka plasur dhe ne kemi transmetuar historinë e dhimbshme të Afërditës, e cila ka 7 vite që nuk arrin të marrë djalin e saj. Prandaj kuptohet që pritshmëritë tona janë më të mëdha. Kjo edhe për shkak të mbështetjes masive që kjo nën 25 vjeçare mori nga çdo shqiptar që mësoi përpjekjet e saj disa vjeçare në kërkim të drejtësisë. Prandaj nuk na mbetet gjë tjetër veç se të përballemi me disa prej atyre që kanë shkaktuar këtë dramë tek një grua e re. E nuk janë merakosur as pak që japi një dorë në shkatrimin e raportit më sublim siç është ajo e një nëne me djalin e saj. Dhe në këtë përballje do të tregojmë edhe disa të vërteta që lidhen me postin abuziv që 2 punonjëse sociale të Bashkisë së Matit të mbajnë në këtë institucion duke shkelur ligjin. Të gjithë personat të cilët janë përfshirë në njësinë për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë drejtuesin, pra edhe ata specialistë, të cilët konsiderohen specialistë të mbrojtjes së fëmijëve, duhet të jenë me formim akademik punonjës social. Po dy zonjat që kanë asistuar në të gjitha seancat e ekzekutimit të vendimit për marrjen e fëmijës nga nëna, a kanë licencën e duhur për të ushtruar këtë funksion kaq delikat? Romina Kurti dhe Hortenca Doçi, nga kërkimi që ne kemi bërë në regjistrin e anëtarësisë së urdhit të punonjësve social, nuk figurojnë të jenë anëtare apo të regjistruara pranë institucionit tonë. Nuk jam punonjëse sociale. Në pozicionin tim të punës, nuk jam punonjëse sociale. Pse pranoni vetë juve që të prezantoheni me një titull mbrojtje e dhunës ndaj fëmijës? Unë jam përgjegjëse sektori. Kush ju ka titulluar me këtë? Tagur me këtë post? Kështu jam emëruar që kur kam aplikuar për punë, jam emëruar. Po të them, unë nuk jam punonjëse sociale, nuk jam punonjëse sociale aty, jam përgjegjëse për të koordinuar punën. Nuk jam punonjëse sociale, por jam shefja e këtyre punonjëseve sociale. Nuk jemi të sigurt nëse nuk po e kupton apo bën sikur. Jemi licencë si punonjëse sociale? Nuk jam punonjëse sociale. Hortenca Doçi. Po. Përgjigje sektori e barazisë gjinore, dhunës në familje dhe mbrojtjes së fëmijë. A prezantohesh si shërbim social në çdo proces ekzekutim vendimi? Sepse shërbim A e social kuptoni jam. që me këtë lloj gjëje, po jep një titull, Jam çfarë je? përgjegjëse dhe sektorit E cilit sektor? të barazisë gjinore, dhunës familje dhe mbrojtjes fëmijëve. Po, në emër të kujt se je e nënemëruar, pra Po, e drejtorisë të shërbimit social në Bashkinë Mat. Okej, Po. dakord. Ke një licencë për këtë sepse ligji ty nuk ta lejon që të punosh si shërbim social. Po, patjetër që ma lejon. Asnjë shtetas në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ushtrojë profesionin e punonjës social pa qenë anëtar i licencuar pranë urdhit punonjësve social. Si juve, Romina Kurti, dhe si kolegja juaj, Hortenca Doçi është e pa licencuar dhe pa regjistruar te urdhri i punonjësve social. Mund të ishit psikologe, po as aty nuk figuroni. Ju zonjë Patagër, me datën 31 korrik të vitit 2025, keni ndikuar që gjyshja dhe fëmija të largohen nga ambientet e procesit e ekzekutimit. Po, sepse kanë të filmuar me kamera. Sidoqoftë për te hesapeve që të kenë me institucionet për shkak të paligjshmërisë të postit të tyre, këto dy zonja duhet të ndjehen pak keq moralisht përballë një nëne, të cilën e kanë përbuzur për vite me radhë. Ndërkohë që prezenca jonë aty ka një qëllim shumë madhor, prandaj kërkojmë të mos humbim kohë. Për më tepër që kësaj radhe policia e ka marrë shumë seriozisht kauzën që kemi ngritur prej javësh. Gjush Hamiti është shoqëruar në makinë nga agentët e komisariatit të Burrelit dhe të gjithë së bashku jemi nisur për në Burgajet, në shtëpinë ku ndodhet fëmia 7 vjeçar. Për herë të parë pas shumë vitesh, Afërdita rikthehet në shtëpinë e burrit të ndjer, aty ku i kishin mbajtur me dhunë një pjesë të zemrës së saj. E së bashku me të janë edhe përfaqësuesit e institucioneve, që nga përmbarimi, policia e shtetit, punonjëset sociale dhe psikologja. Duke parë se ka kaluar çdo limit me sjelljen e tij, Hamiti kësaj radhe nuk e ngre as pak zërin për hap dyert e shtëpisë për miqtë e paftuar. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ai dhe Evladia do të bien dakord me vendimin për t'i kthyer djalin nënës. Madje si në një skenar të parashkruar nisin rezistencën. Nami duhet të ishte bërë kohë më parë nëse institucionet do të bënin punën e tyre dhe këta zotërin duhet të ndiqeshin penalisht. Ai ke që e përqafojnë momin e vetë. Ti kupton tani ti arrit.
shikoj vetëm pak mami. Dhe shikosh pak mami, thuaja mami që nuk do të shkosh me mami. Thuaja more, nuk do të vi me ty, ose thuaj fjalë mami, ta kuptoj dhe mami. Po nuk marr që të marr, thjesht të përçafoj. Po mos jemi non se me qesë, ka herë se qesë. Po mos jemi non, ha fyll, si dhe ti, mos qesë. Mos mami, o, të rezikon mami, asë mirë. Mami të dosh se vetën more, o, i pa shpirtë. Po që ta ki kërku gjukatës, mo që ishte pa shpirtë. Ta vashme, se në gjukatës dja kërkima. Ti ke bonome. Ti më shpi time ke bonome. Ti më shpi time ke bora këtë shpi. Të mos bëni debat. Dalin pak boshtë ke kalamaj. Dilni ju pak. Po shoj fëmija njerë, dilni hajti pra. Po dalin njerë poshtë për i fëmijë, nëse qetësohet. Uj. Të përgatisë që ka të fëmijën që ti ke me nënën. Dalin njerë atje poshtë ka mbërë kërisi. Mojë një fëmijë. Tregoj ti që nga ble mami do. Jasni, eshëm të përgatisë. Dhe ne nuk hinge pa moshti. Perini qëto. Një jepja saj nënës në Ma me forës, mo, qatë dhe të përdër një qetër. Për s'kini kap droni. Vëreni diçka me vëmendje. Nga njëra anë gjyshja hiqet sikur po bashkëpunon, por sa e harron skenarin rikthehet në diskutimet e ashpra që e kanë çuar situatën deri këtu. Forë, pa shani sa tu qef një. Foli ti fëmis. Mirë është që kësaj puna du të japim zgjidhje. Prokurore e gatshme, Ornikova dhe më tha, nuk mund të marrin 2 pleq peng një fëmijë. Brenda 5 ditëve duhet caktohet data, shoqërohet komisariat me gjithë fëmijë, me gjithë evaluatimin, zbatohet vendimin dhe të jepet fëmijat jamën. Edhe ky një veprim i vonuar që duhej bërë vite më parë. Ti mendon që në këtë ambient ku është fëmia sot me e marrim apo nuk e marrim dot? Po që të punojnë gjyshërit pak ne e marrim. Ose nuk kam rrugëzidhje tjetër si me vepru me këta, se këto nuk binden. Në këtë pikë kur gjërat po vazhdojnë të komplikohen, psikologja bën një vlerësim të situatës, më shumë për t'i treguar të pranishmëve se çfarë fshihet pas refuzimit të fëmijës. Që fëmia është indikuar s'bëhet fjalë. Se më shumë ta mbanë vladia për krau se sa rri fëmia mas e vladijës. Kur do ta sjellësh do t'i thuar sot nëna me gjyshin po të çojmë ke mami. Jo do vim në poshtë përpjet. S'ka më. Biles që sot jam fare e të ikurit, me datë me ditë. Por me që po në toni gjatë gjithë kohës, aspekti njerëzor, a jeni njerëz... Nuk u marrë për atë fëmijë, për para fëmijë, nuk u marrë tukë. Zemra për atë fëmijë, se për ju të mëdhenj të bëni vetë llogaritë juve. Përsa ju vazhdoni të mbani këtë lloj qëndrimi mos i dush fëmijës një fjalë të mirë për nënën, ju jeni problemi. Në më debat sot për shërbali. Por që shërbali sot me datën fikse dhe atë ditë ky do ta sjellë fëmijën ta dorëzoj. Në këtë pikë Afërdita e ka humbur durimin dhe kërkon që gjithçka të mbyllet aty në atë moment. Kjo për shkakun e thjesht sepse e ndjen se është më afër se asnjëherë ëndrrës së saj të madhe. Të më marrë fëmijën. Pse ta dramatizoj prap një ditës tjetër? Stresohet pra fëmija. Prokurore thot 2 pleq po marrin peng një fëmijë. Jo për të ofenduar që janë pleq, po 2 persona të rritur në moshë madhore marrin fëmijë, që do të thotë nuk i binde ligjit. Prokurores intereson ligji dhe është me të drejtën se në mbrojtje të ligjit është, në zbatim të ligjit. Do të kërkohet shoqërimi i detyrueshëm. Ndërsa bëhet ky diskutim ligjor për marrjen e fëmijës nga nëna, gjyshi bën një ndërhyrje as pak normale, që nuk e kuptojmë nëse vjen nga ignoranca apo nga e keqja që nuk i del për asnjë moment. Bësh një gjë, atë gjallë, am thes të vdek me datë 9 Dabim Burrell. Inshallah nuk na vdes rrugës. Të më kuptesh drejt. Edhe me më vdek rrugë, unë nuk i vëllë Dabim Burrell. E marrun procesin dhe po të flasë, ashtë në rrugën në shepin kënjë. Dhe ti duhet kesh kujdes ku flasësh. Unë i tharë 2 vjetë e bo si kom me to. Po si ke bon pra, se ke... Po shket fëmijë jemi ngrinë që fillim. A ju kom jo. Ashtë djali asaj zotës. Jo, të bëj komunikimin një që ta dish, që po bën ti tash. Ne na litë drejta që të bëjmë edhe veprime të tjera. Sepse veprime dyshimta për ne. Në fakt, e drejta për të bërë veprime të tjera ka lindur që në momentin kur nëna e fëmijës ka kërkuar të bashkohet me djalin e saj. Ndaj e përsërisim. Mos veprimet e mëparshme të policisë e kanë çuar në këtë situatë. Dhe sapo Hamiti mbaron pjesën e tij, në rol futet bashkëshortja e cila ka një pjesë tjetër të skenarit. Do të bëj pasaport, shkove në Itali, ku do me shku në Angli, bëj vizë që nesër shkej. Nuk të analoj fëmijën, po të them Dhe më në lejë, do të bësh gabimin. Dhe më hapish praktikë, dhe më hapish knej, dhe ta moj shanej, dhe me këto kohë. Ratë parë me nëjë për fëmijën, se fëmija më qanë më nesër, për do të fëllë me nënë. Oj nënë, se nënë të ka ty, 100 herë, oj nënë të mjetë. Nënë të lavdi e li nënë, pa nënë e vetë e. Në këtë debat që pavarësisht toneve më të buta, na kujtojnë takimet e një pasnjëshme pas një lloj rezultati që kemi bërë muajt e fundit. Një tjetër punonjës policie ja bën gjëra të qarta gjyshit kokfort. Po tash po ta thonë se nuk e di, kemi komunikuar bashkë për këtë punë.
Dakor? Dhe kur përdor këto lloj shprehësh, atëherë në analinë dyshim dhe analinë të drejta që ne të kryejmë veprime parandaluese për këtë gjë. Një mesazh i qartë që gjërat nuk janë mos i më përpara, kur ky i moshuar komandonte të gjitha institucionet e Burrelit. Por edhe një sinjal për ne që rikthimi i fëmijës në krahet e nënës ishte më afër se asnjëherë. Duke parë që arritëm në këtë orar të zgjatur për ekzekutimin e vendimit, fëmia për shkaqe fizike dhe biologjike është pothuajse i pangrënë gjatë ditës, nuk pranoi të konsumonte asgjë. Në të tilla kushte jemi detyruar ta ndërpresim, por jo duke shkuar pa një premtim nga ana e debitorëve që në datën 9/12 ora 11 do ta sjellin me vullnetin e tyre. Është data 9 dhjetor dhe nisemi drejt Burrelit me shpresën që kjo do të jetë hera e fundit që udhëtojmë për këtë qëllim. Sa ditë për 31 herë që po vi. Çfarë mendon Mirse? Inshallah do e realizojmë, se më patëm dhënë një premtim që do ta marr fëmijën. Nuk është se va kam besimin, fëmia është shumë i ndikuar nga gjyshërit. Momentin që më shikon mua, fëmia është i trembur. Herën e fundit që më dha besën Zoti Hamit, më tha që do ta sjell gjunin o gjallë ose në arkivol. Atë gjallë, am thesht të vdek me datë 9 da bimuraj. Kjo gjë më trembi shumë, dua shumë që kjo të jetë rruga e fundit dhe të bashkohem me djalin. Kësaj radhe vërejmë që policia ka marrë të gjitha masat për të bërë ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Ndaj të gjithë bashkë zhvendosemi tek sheshi i Pallatit të Kulturës, ku është vendi i takimit me gjyshërit, të cilët më pas do të bëjnë kalimin e fëmijës te nëna. Sa po mbërrim atje, vërejmë një numër të madh personash të afërm të familjes, të cilët kanë vendosur të dokumentojnë këtë moment, që pavarësisht se i shumë pritur nga të gjithë ne, mund të konsiderohet tepër i dhimbshëm për dy gjyshërit që e kanë rritur nipin e tyre. Hamiti lëviz lart e poshtë i nervozuar, ndërkohë që brenda makinës së tij ndodhet Evladia bashkë me djalin e afërditës. Po e so se i ftuar më burra, do që jemi të ftuar, ne jemi të parë. Unë ti përmbaruesi, po s'ka ka lidhje për ne? Hajde. Hajde se kemi marrë lesh, edhe në fëmijën. Ti ku do të jetues ne me bashkë me vajzën. Çdo problem unë jam këtu. Dakor. Ndërsa në zyrat e procesit të ekzekutimit vjojnë procedurat, jashtë është krijuar një situatë të tensionuar. Jo me lënë vetëm. Evladia nuk arrin ta nxjerrë të voglin nga makina dhe ka hequr dorë duke tentuar të largohet, por shpejt, e shoqëruar nga punojësja e policisë, është detyruar të rikthehet. Jam këtu poshtë, çdo problem i jep dy shërbime policisë. Gjalla vdekën do ta sjella, po kështu ka qenë, ha? Se nuk e di që të gjenje. Evladian se shoh, çuni nuk e shoh, ku janë? 3 orë kemi nëna bërë gjithë të vesh, gjallë sa u dërri shpitime, edhe u zhvesh, nuk gjete mu vesh gjallë me dërbrejë. Zotni i dashur, hajde, shko me fëmin, si dhe këtu. Tani ne nuk bëjmë show në për ambientin. Me djalin si. Më në fund momenti ka ardhur. Hamiti bashkë me Evladien janë detyruar t'i binden urdhrit të policisë dhe të qëndrojnë të izoluar deri në momentin e rikthimit të djalit tek nëna. O ta u lanë si u lëret fëmija. Nuk e ti, nuk kam zbrit fare, jam makinë se nuk du që të më shofë, po e të qoj se e kam për fare. Që të mami në zemë, me mami në zemë, nuk të që vetë, mami jo. Shikoj ku ke qenë i vogël. Po do dal pa para. Po do dalësh te para. Jo, është mami jo. Është mami jo. Momenti i marrjes së fëmijës, siç edhe e prisnim, ishte më i vështirë për të gjithë. Si pasojë ndikimit të gjyshërve për vite me radhë, nëna për këtë fëmijë ishte personi më i urryer që kërkonte ta largonte nga ata. Hajde, shpirti një të lërë, shpirti një të Ky ishte momenti që të gjithë e prisnim. Jo të hapnim shampanjën, sepse në këtë histori nuk ka fitues dhe të humbur. Ka një nën që mori drejtësinë e munguar prej vitesh, dhe një fëmijë me të cilin afërdita duhet të punoj shumë për të krijuar ato uralitse që ka çdo nën me fëmijën e saj. Do përqafojmë që të dyre? Kam zënë, o shpirë, tri.
Do ikim të shtëpia mamit, edhe një ditë tjetër do vish prap. Është bukur. Shumë e bukur. Qove tek Londra. Do të çojmë më shpirt, do të çojmë te Londra, që tani gjithë dhe gjërat që kemi këtu, ç'a dosh. Pas vitesh të gjata pritjeje dhe një betejë të vazhdueshme për drejtësi, Afërdita sot ka mbyllur një tjetër kapitull të errët të jetës së saj. Me djalin përdore, ajo mbërriti në shtëpi pa e kthyer më kokën, duke lënë në pas muret që i ka ndarë dhe dyert që janë përplasur në fytyrë. Qofshe lumtur Afërdit, bashkë me të voglin tënd.